Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Keni probleme me sytë dhe nuk shikoni qartë, ja receta që përmirëson shikimin. Kjo recetë është e mahnitshme për individët të cilët kanë probleme me shikimin. Ata që e kanë provuar thonë se zvogëlon dioptrinë dhe madje disa thonë se u kanë ndihmuar edhe që t'i heqin krejtësisht syzet. Përveç se përmirëson shikimin, kjo recetë kaq natyrale ofron veti të forta të përtëritjes. Njëkohësisht ajo është shumë e lehtë për të përgatitur dhe përbërësit të cilët do t'ju duhen janë krejtësisht të gjendshëm dhe njëkohësisht tepër të lirë, pa shpenzuar shumë. Përveç përmirësimit të shikimit, ekspertët e mjekësisë alternative thonë se po ashtu e bëjnë lëkurën tuaj që të jetë më e butë dhe njëkohësisht të jetë akoma edhe më e shëndetshme. Përbërësit që juve do t'ju duhen janë 400 ml vaj të farave të lirit, 4 limon, 3 karafila të hudhrës dhe gjithashtu 1 kg mjaltë. Përgatitja: qëroni vetëm 2 limon dhe prejni mirë. Rriskat e limonit vlojini bashkë me 2 limon të tjerë. Pastaj shtoni karafilat e hudhrës, vajin e farave të lirit dhe mjaltin. Nga ana tjetër duhet të keni parasysh t'i përzini mirë dhe produktin më pas ta lini në një kavanoz. Kavanozin e merrni dhe e vendosni në një ambient të ftohtë dhe të errët, bën edhe në frigorifer. Një lugë gjelle të kësaj recete e përdorni përpara çdo vakti. Ekspertët e mjekësisë alternative thonë se do të mahniteni se si ky ilaç ju ampreh shikimin dhe rigjeneron trupin. Një dietë e shëndetshme siguron lëndë ushqyese thelbësore të cilat ndihmojnë që ju të mbani sytë tuaj sa më të shëndetshëm. Për shembull, është e njohur se vitamina A është thelbësore për shikimin dhe mungesa e saj mundet që të sjellë edhe pasoja. Studimet e fundit kanë treguar po ashtu se vitamina C, vitamina E, beta-karoteni dhe luteina ndihmojnë në zvogëlimin e rrezikut të degenerimit makular. Nga ana tjetër, duhet të keni parasysh se acidet yndyrore omega 3 mund të ndihmojnë në mbrojtjen e shikimit dhe të syve nga degenerimi i retinës. Sigurisht është e rëndësishme të theksohet se studiuesit përdoren sasi të mëdha të lëndëve ushqyese në këto studime, të ngjashme me ato që mund të gjeni në disa shtesa dietike të formuluara posaçërisht. Këto ushqime janë njëkohësisht të larta në një ose nga më shumë lëndët ushqyese të cilat mbrojnë syt. Karrotat: konsumoni sa më shumë karrota sepse ato sigurojnë vitaminën A dhe pararendësin e saj beta-karoten. Vitamina A është thelbësore njëkohësisht për shikimin sepse ajo është e nevojshme për të formuar rodopsin, e cila është një proteinë që thithët dritën në retinë. Vitamina A është gjithashtu e nevojshme edhe për një funksionim normal të kornes dhe membranave që rrethojnë sytë tuaj. Karrotat janë gjithashtu të pasura me kalium dhe fibra, ndërsa janë të ulta në kalori dhe thuajse pa yndyrë. Portokajt janë të mirë për shikimin tuaj sepse janë një burim i shkëlqyer i vitaminës C, e cila u përdor në studimin e sëmundjeve të syrit të lidhura me moshën. Vitamina C është gjithashtu një antioksidant dhe trupi ynë ka nevojë për të. Portokallët do të bëjnë më shumë se sa t'i mbajnë në sytë tuaj më të shëndetshëm. Kush ka sy të thatë dhe njëkohësisht të ndjeshëm duhet që të evitojë përdorimin e lenteve të kontaktit, sepse ato përkeqësojnë gjendjen e syrit. Këto këshilla mund t'i merrni shumë herë më mirë tek mjeku juaj. Çdo person i cili vendos që të mbajë lente kontakti duhet që të këshillohet me mjekun për të bërë një mini praktik mbi mënyrën dhe përdorimin e tyre.
Luleshtrydhet po ashtu janë të mbushura me vitaminën C, kështu që mund të ndihmojnë për të mbrojtur sytë tuaj nga sëmundjet e lidhura gjithashtu me moshën. Luleshtrydhet janë gjithashtu të pastura edhe me folate, një vitaminë B dhe fibra. Patatet e ëmbla janë njëkohësisht të pastura me vitaminën A, beta-karoten, kalium dhe fibra, ashtu si edhe karrotat, të cilat janë gjithashtu të mira për shëndetin e syve tuaj. Sigurisht, mundet që të konsumoni edhe spinaq. Spinaci është i lidhur njëkohësisht me shëndetin e syve sepse përmban lutein, e cila lidhet me vitaminën A. Hulumtimet tregojnë se njerëzit të cilët hanë perime me gjethe jeshile të pasura me lutein munden që të kenë një rrezik të zvogëluar të degenerimit makular. Spinaci ju jep hekur, vitaminë K dhe njëkohësisht folate dhe është i ulët në kalori. Arrat janë të mira për sytë tuaj sepse ato përmbajnë vitaminën E dhe një sasi të konsiderueshme të acidit alfa-linolenik, i cili është versioni bimor i acidit yndyror omega 3. Arrat po ashtu janë të pasura me zink dhe me minerale të tjera, ku mund të përmendim vitamina të kompleksit B. Peshku. Salmoni është i mirë për shëndetin e syve sepse përmban sasi të konsiderueshme të acidit yndyror omega 3, më shumë se çdo lloj tjetër peshku apo prodhime deti. Studimet tregojnë se njerëzit të cilët kanë një konsum të madh të këtyre acideve yndyrore mund të kenë më pak të ngjarë, të vuajnë nga sytë e thatë. Shëndeti i syve mund të anashkalohet shpesh ose të merret për i mirëqen. Ai rrezikohet nga ushqyerja e keqe, përdorimi i tepërt i aparateve teknologjike, por njëkohësisht edhe nga mosha. Ushqyerja e keqe është gjithashtu një faktor i rëndësishëm sepse ai manifestohet me mungesë vitaminash në organizëm. Këto të fundit përbëjnë mburojen më të madhe për sytë dhe jo vetëm nga dëmtimet oksiduese nga inflamacioni. Këto janë vitaminat thelbësore për shikimin. Në rutinën tuaj të përkujdeses për sytë, ju duhet të jeni të vëmendshëm ndaj këtyre vitaminave, ku do të përmendim vitaminën A. Kjo vitaminë është e një rëndësie parsorë për sytë. Prania e saj ndihmon që njeriu të shikojë qartë edhe në kushtet e errësirës ose dritës së paktë. Mungesa e vitaminës A e bën syrin tuaj ndjeshëm më të thatë dhe rrjedhimisht dëmton shikimin. Vitamina E. Vitamina E është një antioksidant i fuqishëm që sigurisht lufton radikalet e lira, të cilat e dëmtojnë shumë organe të trupit. Nga ana tjetër, në shumë raste, radikalet e lira duhet të keni parasysh se dëmtojnë edhe proteinat e syrit, gjë që më pas shkakton mjegullim të shikimit. Sigurisht, sipas ekspertëve, duhet të konsumoni dhe vitaminë C. Vitamina C është gjithashtu një antioksidant i fuqishëm i cili e mbron organizmin nga radikalet e lira. Studimet thonë se prania e kësaj vitamine ul me 33% rrezikun e problemeve me shikimin. Vitamina B. Studimet gjithashtu kanë treguar se kompleksi i vitaminave B, si B6, B9 dhe B12 ul ndjeshëm rrezikun e degenerimit të shikimit, kryesisht tek vajzat dhe tek djemtë. Ekspertët këshillojnë që këto vitamina të mos mungojnë në retinën e përkujdesjes për sytë tuaj. Ushqyes të tjerë të rëndësishëm për shëndetin janë vitamina, ku mund të përfshini vitaminën A, e cila është një pigment i domosdoshëm sepse mbron sytë nga rrezet ultravioc. Merrni 40 deri në 80 mg zink në ditë bashkë me antioksidantët që mund të ngadalsojnë përkeqësimin e shikimit me 25%. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim
të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajini këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.